Të rinjtë e Maliqit kanë nisur tashmë provat për aktivitetin e radhës artistik, këtë herë në ambientet e Pallatit të Kulturës së rikonstruktuar, një hapësirë që po krijon më shumë mundësi dhe lehtësi për zhvillimin e artit në qytet. Jam shumë e lumtur në fakt që këta të rinj po e inaugurojnë ende pa u inauguruar Qendra e Kulturës këtë sallë ku po punojnë. I shoh shumë të entuziazmuar edhe të gjithë ne, jo vetëm ta, po presim me padurim që të presim qytetin dhe të gjitha ambientet jenë në funksion të fëmijëve, të rinjve edhe të gjithë banorëve të Bashkisë së Maliqit. Jam shumë e bindur që edhe këtë vit të rinjt do të vinë shumë kreativ, do të vinë të talentuar ashtu siç edhe ata janë, edhe me zor po e pres këtë shfaqje dhe do doja shumë që gjithçka të shkonte shumë mirë, edhe këtë shfaqje ne ta jepnim në këto ambiente të cilat janë të mrekullueshme. Trupa e gjimnazistëve më të talentuar në regjinë e Mario Çaçit po përgatitet intensivisht për të marrë pjesë në festivalin rinor të artit Plus on Stars. Ata do të konkurrojnë në kategori të ndryshme si këngë, kërcim, interpretim dhe sfilat, duke sjellë në skenë energjinë dhe pasionin e tyre. Vjet ne u prezantua me shfaqje Princi Kaltër, me skenar dhe regji nga unë, dhe si vjet unë kam marrë një vepër tjetër, e kam trajtuar pak më ndryshe. Kam krijuar një vepër me bazë teatrale, por që përfshin të gjithë talentet e shkollave të Bashkisë Maliq, jo vetëm ata që kanë talente në aktrim, por edhe ata që dinë të këndojnë, që dinë të kërcejnë, që kanë talente në fusha të ndryshme, me qëllim që t'i përfshijmë që të gjithë. Ndërkohë pjesëmarrësit shprehen të entuziazmuar dhe të motivuar për të dhënë më të mirën në skenë. Janë aktivitete shumë të bukura që na ndisin kreativitetin edhe jemi gjithkohës në kontakt me publikun edhe është një gjë shumë e bukur. Unë në këtë pjesë kam rolin e një komandanti, i cili është një rol shumë i bukur dhe më pëlqen dhe e bëj me shumë pasion. Besoj që do dalë diçka e bukur. Organizatorët theksojnë se ky festival synon të sjellë një frymë të re, duke i dhënë më shumë hapësirë kreativitetit dhe bashkëpunimit mes të rinjve.